Në 18 vjetorin e shtetësisë, Kosova vazhdon të marrë përgëzime për rrugtimin e saj, por paralelisht përballet me kërkesat e qarta dhe mesazhe të drejtpërdrejta nga partnerët ndërkombëtar. Mes arritjeve dhe sfidave, deklaratat e figurave ndërkombëtare kanë kërkesat e qarta për krerët e shtetit, vlerësim për progresin, por edhe pritje të larta për hapa konkret në ekonomi, dialog, integrim dhe qeverisje. Ishi dërguari special i BE-s për Kosovën, Wolfgang Petrish, e pranon progresin socio-ekonomik, por paralajmëron se vendi mbetet larg një stabiliteti të qëndrueshëm afatgjat. Ai thekson se sfida reale është krijimi i kushteve që të rinjtë të shohin të ardhmen brenda vendit. Ende shumë kosovarë detyrohen ta kërkojnë mirëqenien e tyre jashtë vendit të tyre, shpreh ai, duke zhvendosur theksin nga simbolika e përvjetorëve te domosdoshmëria e reformave strukturore. Petri shpreh nga qeveria një strategji ekonomike ambicioze, të harmonizuar me agjendën e Bashkimit Evropian, me qëllim forcimin e autonomisë sovrane. Ai shkon më tej duke lidhur zhvillimin ekonomik me qëndrueshmërinë politike dhe sociale, ndërsa paralajmëron për një fund të epokës transatlantike, çka sipas tij ka pasoja të drejtpërdrejta për raportet me SBA-n. Në të njëjtën linjë të kërkesave të qarta është ish zyrtari i lartë i NATO-s Jamie Shea, thekson se qeveria e re duhet të ndërmarrë hapa konkret për të rifituar besimin e SBA-ve dhe partnerëve evropian. Sipas tij, mbështetja e aleatëve thelbësor për njohjen e plotë ndërkombëtare dhe anëtarësimin në organizata globale është tepër e rëndësishme. Shea thekson se nevojiten strategji të qarta dhe një diplomaci publike ndërkombëtare më efektive për të argumentuar anëtarësimin në NATO dhe Bashkimin Evropian. Në planin e brendshëm ai rekomandon qasje me përfshirëse ndaj komunitetit serb, duke nënvizuar se joshja funksionon më mirë se shtrëngimi. Edhe ish ambasadori amerikan në Prishtinë, Jeffrey Ovenier, e cilëson Kosovën si një shtet të pavarur dhe të suksesshëm demokratik, por thekson se pritjet janë më të qarta. Anëtarësimi i Kosovës në Këshillin e Europës dhe progresi në rrugën drejt BE-s dhe NATO-s varen nga partnerët kryesor, të cilët duhet të shohin përpjekje të besueshme dhe të përgjegjshme, thot ai. Në planin diplomatik, mesazhi nga Parisi është po ashtu i drejtpërdrejtë. Në letrën e tij drejtuar presidentes Vjosa Osmani, presidenti francez Emmanuel Macron rithekson mbështetjen për pavarësinë dhe perspektivën europiane të Kosovës, por e quan normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë një çështje thelbësore. Marrëveshja e përfunduar në Bruksel dhe Orë ka në këtë kuadër një rëndësi të veçantë, uta kompalëve ta zbatojnë atë pa vonesa dhe në mënyrë të plotë, thuhet në letrën e Macron, duke bërë të qartë se progresi drejt Bashkimit Evropian është i lindur ngushtë me zbatimin e obligimeve të ndërmarra në dialog. Mes shumë hallesh e problemesh që vendi po mbart mbi supe, dimensioni i ndjeshëm mbetet procesi gjyqësor në Hag ndaj ish drejtuesve të UÇK-s. Fakti që disa nga figurat kryesore të luftës çlirimtare po mbahen në paraburgim dhe po përballen me drejtësi ndërkombëtare perceptohet si padrejtësi historike.